Hetimet për korrupsion zgjedhor në qarkun e Shkodrës kanë hyrë në një fazë të re, ndërsa kryebashkiaku i VauTD-s Kristian Shkreli është paraqitur pranë prokurorisë së posaçme, ku i është komunikuar zyrtarisht akuza për përfshirje në veprimtari të paligjshme gjatë zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Sipas burimeve nga organi i akuzës, Shkreli dyshohet për blerje votash në favor të Partisë Social-Demokrate, e drejtuar nga Tom Doshi, në një skenë që sipas hetimeve paraprake përfshin disa aktorë politik në nivel lokal. SPA ka lëshuar fletëthirrje ndaj Shkrelit javën e kaluar, ndërsa përgjatë orëve të fundit ai është paraqitur për t'u marrë në pyetje dhe për t'u njohur me akuzat. Hetimet ndaj tij janë hapur që në muajin maj, kur me vendim të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Shkrelit ju sekuestrua telefonit celular, me të cilin dyshohet se gjenden prova që e lidhin me aktivitetin e paligjshëm. Gjatë këtij operacioni, policia dhe prokuroria kanë kryer edhe kontroll në banesën e tij. Burime nga SPA bëjnë me dije se Shkreli nuk është i vetmi nën hetim. Së bashku me të paktën 3 persona të tjerë janë identifikuar si të dyshuar, ndërsa hetimet janë zgjeruar edhe ndaj disa figurave të Partisë Social-Demokrate, të cilëve gjithashtu janë sekuestruar pajisje elektronike për të analizuar komunikimet gjatë periudhës zgjedhore. Ndaj Shkrelit kanë ekzistuar prej kohësh akuza për lidhje të dyshimta politike, veçanërisht në lidhje me mbështetjen jo zyrtare që dyshohet se i ka dhënë kandidaturave të Partisë Social-Demokrate, një forcë politike që ndonse e vogël në përfaqësim, ka patur një rol kyç në disa zona zgjedhore, duke ndikuar në rezultatet përfundimtare. Vetëm pak ditë para zgjedhjeve të 11 majit, kryeministri Edi Rama ka lëshuar një deklaratë publike të drejtpërdrejtë ndaj Shkrelit, e cila thot shihet një tjetër dritë. Kristian, mos luaj me dy porta, Kristian, u shpreh Rama në një takim elektoral, një mesazh që tashmë duket se ishte paralajmërim për prapaskenat e mundshme politike që po ndodhin në qarkun e Shkodrës.